Përshëndetje, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në ceremonin hapse të panairit të punës dhe karierës në Universitetin Isa Boletini në Mitrovic, një ngjarje që ka për qëllim të lidh punëkërkuesit me bizneset. Ky event është organizuar nga Qendra për Zhvillim në Karrierë në bashkëpunim të ngushtë me GIZ Kosova, duke ofruar kështu një mundësi të shkëlqyer për të rinjt që të njihen me mundësitë e punësimit dhe të krijojnë lidhje me punëdhënësit. Bashkëpunimi ndërmjet universitetit, institucioneve dhe biznesit është një angazhim i përditshëm dhe thelbësor, duke pasur parasysh rolin e rëndësishëm që ky koordinim ka për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të rajonit dhe më gjerë. Përmes këtij lloji bashkëpunimi krijon mundësi që studentët të përgatiten për tregun e punës, të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme, si dhe të krijojnë rrugë për avansimin e karrierës së tyre. Duke pasur parasysh rëndësinë që ka ky panajir, i cili është një platformë e shkëlqyer për të krijuar lidhje, për të mësuar nga përvojat e profesionistëve dhe për të krijuar mundësi punësimi, ftojmë për një fjalë rasti rektorën e Universitetit Isa Boletini, Prof. Dr. Nurten Deva. Urdhëroni e nderuar. Të nderuar të pranishëm, kam kënaqësinë që t'ju përshëndes në emër të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic, në këtë ceremoni të hapjes së panairit të punës dhe karrierës. Është një ngjarje e rëndësishme për ne si universitet, por besoj një mundësi e mirë edhe për bizneset dhe të tjerët. Sigurisht se ky është një rast i mirë dhe për studentët tanë dhe nxënësit e shkollave të mesme që të njihen me bizneset tona, me numrin e tyre dhe mundësinë që ofrojnë sa i përket punës dhe karrierës. Faleminderit të gjithëve që jeni sot prezent në këtë ngjarje. Të nderuar të pranishëm, panairi i punës dhe karrierës në universitetin ton tashmë ka krijuar një traditë të mirë dhe kjo fal Qendrës për Zhvillim të Karrierës që ka bartur përgjegjësitë kryesore të organizimit. Megjithatë, kjo ngjarje nuk do të mund të vazhdonte këtë traditë të mirë pa mbështetjen e vazhdueshme të GIZ-it. Për shka jemi falenderues dhe falenderojnë zonjën Kaltrina Fejzullahu. Gjithashtu, panairi i punës dhe karrierës nuk do të kishte kuptim pa praninë e bizniseve, që kanë treguar gatishmëri për të bërë pjesë e këtij organizimi. Faleminderit shumë për drejtuesit dhe përfaqësuesit e bizniseve që janë sot këtu me ne dhe që prezantojnë punën dhe mundësinë në stendat në hollin e objektit. Asesi nuk do t'i harrojmë të përmendim edhe bashkëpunimin e mirë me shkollat e mesme të qytetit tonë. Faleminderit drejtorëve, të cilës të na mundsojnë çdoherë që shkollat e mesme tash të jenë edhe partner të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. Uroj që panairi i punës dhe karrierës të jetë i suksesshëm për të gjithë, të shërbejë për vendosjen e kontakteve, për njohjen e punës dhe prodhimet nga bizneset tona, për mundësitë që ofrohen për të rinjtë tanë, në këtë rast të studentëve tanë për punë dhe karrierë. Bashkëpunimi ndërmjet universitetit, institucioneve dhe biznisit është dëshmuar si mënyra më e mirë për zhvillimin e një shoqërie. Ndjeheni mirë që universiteti ynë është qëndruar në një e rëndësishme të këtij trekëndshi. Faleminderit edhe një herë për kontributin tuaj dhe mbarë qoftë puna të gjithë juve që jeni prezent sot këtu. Ju faleminderit. Faleminderit, rektore. Institucionet lokale dhe qendrore janë një nga hallkat më të rëndësishme në këtë trekëndshin e bashkëpunimit, universitet, institucione dhe biznese. Kemi kënaqësinë që me ne sot është i pranishëm edhe Elvis Fejka, drejtor për zhvillim ekonomik dhe turizëm në komunën e Mitrovicës, të cilin e falenderojmë për kontributin dhe e ftojmë për një fjalë rasti. Faleminderit, e nderuar rektore zonja Deva, e nderuar përfaqësuese e GIZ-it, kërkoj falje për emrat, për shkak se nuk kemi pas rast me u taku, të nderuar përfaqësues të studentëve, stafit akademik, të nderuar përfaqësues të shkollave të mesme, të nderuar përfaqësues të bizneseve dhe shumë të respektuar student dhe punëkërkues të qytetit të Mitrovicës. Po ndjehem jashtëzakonisht mirë që sot jam prezent para juve
në hapjen e një ngjarje, një eventi i cili është një rëndësie të veçantë, duke marrë parasysh që bashkon punëkërkuest dhe punëdhënës e qytetit të Mitrovicës. Si ngjarje është e veçantë për shkak se këtu gërshëtohen kontributi i bizneseve të qytetit tonë në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e punësimit, dhe është i veçantë për shkak se organizohet në një vend ku buron dija, në një vend ku burojnë gjeneratat të cilat janë aseti kryesor i qytetit të Mitrovicës, po dhe i gjithë Kosovës. Si komunë e Mitrovicës, normalisht kemi zhvillu aktivitetet dhe kemi zhvillu punë të cilat i kanë kontribu zhvillimit ekonomik dhe i kanë kontribu punësimit në qytetin tonë. Me i përmend shumë shkurtimisht, si komunë e Mitrovicës kemi pas 2 herë panajirin e punës të falendru Gizit edhe bashkëpunëtorëve të tjerë, bizneseve dhe përfaqësuesve të institucioneve të nivelit qendror. Po ashtu, si qyteti Mitrovicës, brenda 3 viteve kemi arrit me i dhënë 300 grante për bizneset fillestare dhe bizneset ekzistuese, që është një hap i madh drejt zhvillimit ekonomik dhe drejt punësimit të trive dhe trejave të qytetit të Mitrovicës. Po ashtu, kemi arrit që të angazhojmë në punë praktike rreth 203 në institucione publike, të cilet kanë pas mundësinë me marrë përvojat më të mira prej stafit të nivelit lokal, po edhe të bizneseve në qytetin e Mitrovicës. Një mundësi e mirë që kemi arrit me realizu për bizneset të qytetit Mitrovicë është pjesëmarrja në panajire brenda dhe jashtë vendit. Një mundësi e shkëlqyer për shkak që të gjitha bizneset të qytetit Mitrovicës sot kanë mundësi, fal organizimit që kemi bë, me apliku për përkrahje në pjesëmarrje në panajire brenda dhe jashtë vendit, dhe kjo mundësi është e hapur 365 ditë brenda vitit. Si komunë e Mitrovicës, jemi shumë falënderues të gjitha bizneseve që zhvillojnë veprimtaritë në qytetin tonë, dhe jemi të hapur për bashkëpunim dhe kontribut të përbashkët në zhvillimin ekonomik të qytetit të Mitrovicës. Po ashtu një falënderim i veçantë shkon edhe për Universitetin e Mitrovicës, menaxhmentin, për shkak se kemi qenë bashkëpunëtor në rrugtimin tonë në këto vite të menaxhimit. Ju kërkoj të gjithë trive dhe studentëve që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, për shkak se është një mundësi e shkëlqyer që me fillu karrierën e tyre, qoftë me një punë praktike, qoftë me një punësim, për shkak se prej këto rrugtimi i jetës është shumë i gjatë dhe prej këto mundemi me arrit me marrë përvojat më të mira, me shkëmby përvoja me profesionistë të fushave të ndryshme në bizneset, qoftë në Mitrovicë, qoftë edhe jashtë qytetit tonë, dhe kësaj të zhvillojnë këtë dualizmin mes zhvillimit akademik të tyre në universitet dhe praktikeve më të mira të bizneseve në qytetin e Mitrovicës. Faleminderit gjithëve, jashtëzakonisht po ndjehemi nderuar që sot jam prezant së bashku me juve në këtë hapje të këtij eventi. Faleminderit. Faleminderit i nderuar Elvis. Përveç me Gizin, Universiteti Isa Boletini në Mitrovicë ka krijuar një traditë jashtëzakonshme bashkëpunimi me bizneset e rajonit të Mitrovicës. Gatishmëria e bizneseve për të qenë pjesë e zhvillimit të universitetit, duke përfshirë në hartimin e planeve strategjike për universitetin, instituteve, tryezave të diskutimeve dhe ngjarjeve sikurse kjo sot, dëshmon një qasje konstruktive dhe klim të mirë për të ardhmen. Për një fjalë rasti në emër të bizneseve, ftojmë zotrin Besart Hajrizi nga Instabuild. I nderuar, fjala për ju. Nderuar rektore Deva, profesor, përfaqësues të institucioneve, të respektuar përfaqësues të bizneseve, shumë të dashur student. Po e nis këtë fjalim me një teori, kështu që thotë se universitetet fillimisht kanë nisë si mësojtore, domethënë i kanë përgatit kuadrot me një dije bazike, janë transferu në universitete kërkimore, domethënë research institutions, dhe sot po lind nevoja që këto universitetet bëhen universitete ndërmarrëse apo entrepreneurial, me u plotësu ky misioni i tretë i universiteteve.
për më plotësu ky mision i tretë universiteteve me domosdo duhet me jetu në mënyrë hibride universitetet me industrinë. Patjetër, për faktin se pa to nuk ka edhe rëndësi të ekzistojnë ato. Pra, veç kur ka një funksionim hibrid ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë dhe po mendoj bizneseve apo industrisë, veç atëherë plotësohet nevoja për njëra tjetrën. Veç atëherë kemi mundësi me gjeneru aktivitete inovative dhe kemi mundësi me pas zhvillim ekonomik në vend. Unë jam edhe pjesë e këtij institucioni Tempull të Dijes. Kemi organizu si Universitet të Mitrovicës edhe panajire, por edhe tryeza trumbullakta të cilat mundësojnë intensifikimin e raportit industri me universitet. Unë e vlerësoj dhe rekomandoj edhe propozoj që përveç stafit që t'jenë cross-employed edhe studentët marrin pjesë në këto evente sikur që kjo që pëndodhë sot, sepse kështu linë nevoja që të zhvillohemi bashkarisht. Bill Gates ka një shprehje shumë interesante. Kur e pyesin se çka është kapitali më i rëndësishëm kompaninë tuaj, ai thotë kapitali më i rëndësishëm thotë janë njerëzit. Dhe pikërisht pse njerëzit janë kapitali më i rëndësishëm, thotë krejt kapitalet tjera merrni, po mileni njerëzit sepse me njerëzit unë arrit të njëjtën gjë. Gjithashtu, vlen të përmendet fakti se industria nuk ka mundësi të ketë zhvillim pa kooperim ose intensifikim të raportit me universitetin. Sot, suksesi financiar i biznesit nuk është the ultimate goal, nuk është ai qëllimi përfundimtar pse ekzistojnë ato. Sot, bizneset arrin me mbjetu në treg, veç kur ato e luajnë apo e kanë një përgjegjësi sociale, edhe kanë një rol pozitiv në mjedis. Pra, kur ato arrin me mbjetu, veç atëherë kur roli i tyre është edhe dobi prurës për shoqërinë. Prandaj ato duhet me i kushtu shumë më shumë rëndësi dijes. E kush më mirë se sa institucionet e arsimit të lartë e ofrojnë dijen. Prandaj, po rekomandoj që këto raporte të intensifikohen ndërmjet universitetit dhe industrisë, sepse është rëndësishme. Po e marrim shembull vetëm tani këtë rastin tonë instabilin, për shembull pronari ose drejtori ekzekutiv mentor plana ka hartu një business model të quajtur 5P, ku përmes këtij modeli biznesor pretendohet që të plotësohen 5 komponente, duke filluar prej njerëzve. Pra, baza janë njerëzit. Për të vazhduar me procesin, produktin, projektin dhe për të arritur tek profiti. Profiti është elementi i fundit i rëndësishëm në këtë lloj konstelacioni. Pra, kur flasim për profitin, nuk është profiti veç ai suksesi financiar. Profitin nënkupton edhe rolin që ti si entitet biznesor e lun në mjedis, por dhe njëkohësisht benefitet që i shijon shoqëria si biznes, jo vetëm produktin që ti ofron. Prandaj është shumë rëndësishme që ky raport të intensifikohet dhe unë e shoh si një nismë jashtëzakonisht rëndësishme këtë. Panajin edhe pse nuk është hera e parë që organizohen këto, kanë ekzistuar edhe në të kaluamën, prandaj dëshiroj edhe të falenderoj përfaqësuesit e GIZ-it, të cilët e mundsojnë një gjë të tillë, që ky universitet të organizojë edhe të mundsoj që të organizohen evente si kjo. E unë po shpresoj që në të ardhmen kanë me intensifiku akoma më shumë këto lloj interaksionesh. Faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit i nderuar. Pjesa më e bukur e këtij panajiri janë padyshim studentët tanë dhe nxënësit e shkollave të mesme. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për ata që të njihen nga afër me punën e bizneseve, të diskutojnë rreth mundësive dhe sfidave që paraqiten, si dhe të analizojnë perspektivat për zhvillimin e karrierës së tyre. Për këtë aspekt, ftojmë për një fjalë rasti kryetaren e Parlamentit Studentor Elmedina Kurti. Nderuara rektore e Universitetit Isa Boletini, profesor Dr. Nurten Deva, nderuar drejtor Elvis Feka, të nderuar drejtor të shkollave të mesme të Mitrovicës, të nderuar student, të nderuar maturant të shkollave të mesme, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe kompani të ndryshme.
Është një kënaqësi e veçantë dhe një nder i madh që të flas para jush në këtë ngjarje kaq të rëndësishme. Panajeri i punës dhe i karrierës, i organizuar nga Qendra për Zhvillim të Karrierës të Universitetit Isa Buletini në Mitrovicë dhe GIZ. Ky panajer është një mundësi e shkëlqyer për të lidhur botën akademike me atë profesionale dhe për të hapur dyert të reja për mundësi pune dhe zhvillim profesional. Përmes këtij aktiviteti, që realizohet në partneritet me GIZ-in, synojmë të krijojmë një urë lidhëse me studentët dhe mundësive të shumta që ekzistojnë në tregun e punës. Kjo është një mundësi që ju ofron jo vetëm mundësinë për të kërkuar punë, por edhe për të krijuar lidhje me kontakte me kompani, organizata dhe institucione që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin tuaj profesional. Si kryetare e Parlamentit Studentor, ndjehem e privilegjuar të jem pjesë e një eventi që i ofron çdo studenti, pra dhe çdo të riu e posaçërisht maturantëve, mundësinë për të gjetur rrugën e tij ose saj në botën e mundësive profesionale. Ky panajer është një mundësi e shkëlqyer për të informuar, për të zhvilluar dhe për të përgatitur për sfidat e ardhshme. Faleminderit Qendrës për Zhvillim të Karrierës për mundësinë që na ofron. Falenderojmë GIZ-in për mbështetjen dhe kontribuimin e tyre në organizimin e këtyre panajireve. Dhe gjithashtu falenderojmë të gjithë ata që e bën këtë event të mundur. Për të gjithë studentët që janë këtu, por edhe maturantët e shkollave të mesme, ju inkurajoj që të shfrytëzoni këtë mundësi për të eksploruar mundësitë, për të bërë pyetje, për të kërkuar këshilla dhe mbi të gjitha, për të ndërtuar të armën tuaja profesionale. Ky është vetëm fillimi i një udhëtimi të suksesshëm, dhe unë besoj se të gjithë ju do të arrini të realizoni qëllimet dhe ëndrat tuaja profesionale. Ju uroj suksese të gjithëve dhe shpresoj që ky panajer të jetë një hap i rëndësishëm drejt një ardhmje të ndritur. Ju falenderoj. Faleminderit. Të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotrinj, duke falendëruar të gjithë për kontributin e vyer, përfundojmë këtu ceremoninë hapëse të panajirit të punës dhe karrierës 2025 në Universitetin Isa Buletini në Mitrovicë. Duke falendëruar GIZ nga të cilët falë bashkëpunimit të tyre, ky event ka marrë formën që ka dhe ka mundësuar krijimin e mundësive të çmuara. Tani ngjarjen e vendosim në stendat e bizneseve të cilat I keni parë në hallin e universitetit. Në fund, një falënderim të veçantë e bëjmë edhe për kompaninë Modus, e cila është përkujdesur për çdo detaj në realizimin e këtij eventit. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen dhe angazhimin tuaj.